dihet pozicionet e secilës palë, dihet dhe pozicioni i SPAK-ut, po t'ishim vitet të shkuara, sigurisht që do kishim surprizë se nuk do ta mendonim që SPAK-u do të mbante anën e Partisë Demokratike ose të një partie tjetër, po tani e dim. Surprizat më të ishme nuk ka, dëgjuam atë raportin e Partisë Demokratike, për mua nuk ishte, surpriza e vetme ishte se kishte teprime të pafundme në gjërat që thuan, kishte cinizëm, e konsideronin, e merrnin në përgojë Bizojën Balluku si që nuk është narkomane, që nuk është e çmendur, që nuk është, do me thënë, kur i thua tjetit nuk je i çmendur, do thot i ke thënë, që je, i thanë që nuk je shtatzën, i thanë që nuk je 90 vjeç. Do me thënë, bullizime të tilla u manifestuan, nuk mund të ketë më keq se kaq. Kjo është pjesa e parë asaj çfarë pyesni ju nëse ka surpriza. Pjesa tjetër pastaj se e votimit me siguri ajo që çfarë u kërkua dhe nga pala e PD-s, ashtu siç është edhe në rregulloren e parlamentit me sa di unë, do votohet me votim të hapur. Dhe votimi i hapur padyshim që është përcaktuar për këtë rast për të kuptuar se ne bëjmë një demokraci si gjithë bota, nuk bëjmë një demokraci ala shqiptare. Kjo gjë, si edhe imuniteti, janë përcaktuar si domosdoshmëri për të ruajtur demokracinë. Edhe imuniteti dhe vota e hapur në këto raste është e tillë që të mund të kuptoj kush secili se kush është, çfarë është qëndrimi i dikujt në parlament. Kjo është çështja e dytë. Surpriza pastaj të Molotovëve dhe të fshekzarëve dhe të luftës së armatosur, e nuk besoj të ketë për shkak se është ditë dhe gjatë ditës këta nuk sulmojnë. Këta sulmojnë gjatë natës dhe kësaj radhe kanë vendosur të mos e bëjnë natën këtë gjë, kanë vendosur ta bëjnë në sy të gjithëve. Ky është problemi, po mbi të gjitha qëndron fakti se kemi të bëjmë me një, padyshim me një të drejtë të opozitës, padyshim me një qëndrim që duhet ta mbaj, por në parlament. E drejta gjendet në parlament, e politika bëhet në parlament. Në kohën kur shfaqesh me turma jashtë parlamentit dhe lufton me turma jashtë parlamentit, ashtu si kur lufton me turma jashtë gjykatës, jashtë prokurorisë, do të thotë se ti e di mirë që nuk ke drejtë dhe prandaj ushtron forcë, ushtron dhunë për të marrë një pikë të së drejtës. Besoj se shteti ynë ka përsyer këtë lloj frike, domethënë nuk mposhtet nga këto nga shantazhet të tilla. Shantazhet të tilla kur bëhen nga deputet, mendoni se sa keq bëhen pastaj në fshatra, në qytete të tjera, ku kërkojnë të padrejta. Megjithatë jemi në demokraci dhe jemi në një situatë që kështu zhvillohet demokracia në Shqipëri dhe presim fundin e kësaj mbledhjes dhe asgjë. Nga Partia Socialiste deri tani se ndoshta normalisht votimi është pak më vonë, po ka lajme që kanë qarkulluar që Xhafaj dhe Spiro Pali ende mungojnë, ndërkohë që Spiro Pali ka munguar dhe në mbledhjen e grupit. Ndërkohë që nga opozita këto interpretohen edhe si shenjat e para të çarjes brenda PS-s, shpresa e tyre. Po, fakti që mungojnë, le t'i japim Cezarit, atë çfarë i takon Cezarit. Fakti që mungojnë një ditë si kjo ka një domethënie. Nuk mund ta neglizhojmë, nuk mund të themi se 2 deputetët janë të shkëlqyer, po kanë shkuar në luftë në Iran. Në Iran nuk janë. As në menasëm nuk janë. Duhet ishin në parlament. Sigurisht duhet ishin në parlament se s'bën. Kjo sigurisht mund mos jetë çarje, por që është një dalje nga rreshti, politika është rreshtim. Dhe që është një dalje nga politikat e Partisë Socialiste është e sigurt, por jemi mësuar dhe shpeshherë të vjen keq kur një i përkëdhelur, një njeri me post, një njeri mik, në kohën kur nuk i plotson interesat, në kohën kur nuk i jep post e ministri, në kohën kur nuk i jep tendera, në kohën kur nuk e përkëdhel,
ai të kthehet më njëherë si armik. Kjo dëshmon për karakteret e dobta dhe për formimin e keq politik të tyre. Ne na duhet të kalojmë shumë kohë për të arritur tek jo vetëm për socialistë, them për gjithë politikën, për të arritur tek interesat e publikut, për të arritur tek koncepti politik. Koncepti politik nuk është teori. Koncepti politik do të thotë që ke hyrë atje për të sakrifikuar dhe jo për të fituar, ke hyrë atje për të maturuar dhe jo për të bërë idiot. Ke hyrë atje për të kulturuar, ke hyrë atje për të ndihmuar me votën tënde të drejtë dhe për ta matur votën shumë. Ky është problemi. Unë për të kthyer tek pyetja juaj e saktë se i jap të drejtë opozitës në kuptimin nuk i jap të drejtë të thotë gjithçka, por që ta vërë re këtë fakt, padyshim vëmë edhe ne. Mendoni që kjo do fillohet më tej sepse edhe fakti që sot, ndoshta jo pa qëllim, socialistët e njoftuan sigurisht me dijenin e kryeministrit që Elisa Spiropali do jetë tashmë në grupin e miqësisë Shqipëri-Gjermani. Pra, këtu jo më kot ndoshta është futur tek grupi me Gjermaninë, pasi interpretimet media ishin që ndoshta shkaktimi i saj lidhet me atë termin anglisht, grupi anglisht folës, pas vizitës së ministrit gjerman që në Tiranë pak muaj më parë, pra plus hetimet nga Gjermania që po ashtu në media flitet për impresion gjerman në SPAK, porti i Durrësit e tjera, pra na lidhin shumë gjëra, duket se Gjermania ka qenë dominante këto kohë. Mos ndoshta është edhe kjo e qëllimshme që është vendosur atje me një mesazh, ashtu sikur Spiropali ja dha Ramës në seancën e kaluar që çudi që dinte Berisha shkarkimin tim. Zotë Balla, të shmoj për pyetjet që më bën dhe për mënyrën se si i keni